Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Por ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot do ndaj me ju mënyrën më të thjeshtë të përgatitjes së fasuleve. Do thoni ju që fasulet dim të përgatisim të gjithë, po e dim këtë, por unë dua të ndaj mënyrën time, ose më saktë mënyrën se si i gatuante mamaja ime, pasi vllai bënte shumë naze qepës. Atëherë, fasulet i kam mbajtur në ujë për disa orë, nëse i vendosin në darkë është akoma më mirë. I vendosim më pas në tenxhere, një qep, salcë domate, krip, spec të kuq të ëmbël, nëse dëshironi pikant mund ta shtoni, pak rigon nëse e preferoni, një kockë mish viçi, kam vendosur unë sa për shije, nëse e preferoni, nëse jo, vaj ulliri dhe ujë mjaftueshëm dhe i vendosim të zjej. Gjatë zjerjes mund të shtoni ujë nëse nevojitet. Pra, i vendosim të gjithë përbërësit bashk. Shikoni pak se sa të mira janë. Kockën e heqim me një anë, ruajmë ato pjesë të pakta mishi, duke e pastruar atë dhe i kthejmë në tenxhere. Bëhen, kur thoshte gjysha ime, kopaç të trasha. Si ju duket si recet, pres përshtypjen tuaj në koment. Gjithashtu, nëse jeni ri në kanalin tim, për të më mbështetur, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recet të re të postuar. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se si i përgatisni ju fasulet, kush është mënyra juaj më e mirë dhe që e preferoni më shumë në familjen tuaj. Është kënaqësi për mua gjithashtu të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Ne i shoqëruam me bukë shtëpie, me pak vaj ulliri shtesë dhe sigurisht të regjurat që nuk mungojnë asnjëherë. Provojini këtë mënyrë pasi është shumë e thjeshtë, është shumë e shpejtë dhe nuk të zhgënjen asnjëherë. Dua të përfitoj nga rasti për t'ju falendëruar për të gjithë vëmendjen që i kushtoni kanalit tim. Faleminderit nga zemra.